Zoti Daci, tani ju jeni në dieni të gjithë kësaj, të këtij problemi që ne paraqitëm. Tani unë ju pyes si avokat, a ka shkelur ligjin Partia Demokratike në lobim? Kontratën nuk e ka firmosur PD, po përftues prej saj është PD dhe Berisha. Nëse në rastin konkret, ligji ndalon financimet e partive politike shqiptare nga burimet uoja. Ja ta them. Normalisht kjo është një kontratë që në kohën e romakëve njihet si formë, kontrata do bie një personi tret. Pra, një person bën një kontratë me dikë tjetër dhe përfiton nga kjo kontratë një tret. Në këtë aspekt, asnjë gjë të paligjshme si formë kontrate nuk ekziston. E vetmja gjë, pra, me informacionin që u kam deri tani, nuk mund të themi që ka kryer shkelje ligji apo që është vepër penale. Okej. Padyshim që ligji për partitë politike në Enin 21 ndalon financimin e partive nga entitete private ose publike ose qeveri të huaja të partive. Që do të thotë kjo gjë është e prerë dhe kjo nuk mund të verifikohet përveç se nëpërmjet një procesi hetimi i cili për rastin konkret besoj për shkak edhe të vëmendjes së shtuar që ka marrë, padyshim që SPAK-u nuk do të thotë që do të gjejë vepër penale se s'bën. Por është në detyrën funksionale të kësaj që të verifikojë nëse ka vend për të hetuar apo jo. Edhe nëse do të hasen pa rregullsi apo jo. Pra, deri tani në këto momente nuk duket që ka ndonjë paligjshmëri paktën në formë. Qartë. Pastaj, sigurisht, nëse kemi të bëjmë me financim të huaj ose jo për një parti të caktuar, këtu pastaj nëse do kemi konkluzione padyshim që do ketë probleme. Por nuk më duket që ka ndonjë tregues që çon deri në këtë pikë në këtë moment, sepse duhet të varet në radh parë kontrata në radh parë duhet të ekzekutohet. Pra sot që ne flasim është thjesht një kontratë e cila ka disa premtime, por mundet të mos realizohet asnjëherë. Mund të rriqen palët nga kontrata, mund mos të ekzekutohet, mund mos të ekzekutohet 6, mund të ekzekutohet një sasi X parash, po themi. Kjo mbetet për tu pa. Gjithsesi, një problem i dytë është nëse do të quhet financim apo jo, dhe nëse do të quhet financim, sigurisht këtu do të i takon Partisë Demokratike për të bërë vlerësimet e duhura dhe për të dërguar themi njoftimin dhe deklarimin e shpenzimeve gjithmonë që do bëhen, sepse ajo 6 milion paktën si e kemi lexuar se dim sa është e vërteta, është në 2 vite, por ajo është diku rreth $250, mos gaboj, $250 në muaj. Kështu që do duhet që patjetër që të nënshtrohet edhe deklarimet nëse do cilësohet si përfitim apo jo. Pra, a duhet PD të deklarojë këtë pagesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Për mendimin tim, po, qoftë edhe për të mos lënë shkak për interpretim, edhe pse mund të haj interpretim nëse duhet apo jo, unë si njohës i ligjit gjithmonë kam rezervë, gjithmonë ja lë ligjit plus, jo vetës, që do të thotë që është në të mirën e Partisë Demokratike që nëse se mendon që duhet, ta bëjë transparente, ta deklarojë në KQZ, është më mirë se sa të fshirë si struci, një farë mënyrë. Pra, këto e në fakt që tashmë gjithë i din, dhe nuk mendoj se as Partia Demokratike ka në qëllim apo interes të fshet. Kështu që mendoj që është e udhës që të bëhet deklarimi. Është publike kontrata, nuk ka të... Po, avokat, thuhet që donatorët janë emigrantë shqiptarë që kanë paguar para për këtë çështje. A duhet të identifikohen këta njerëzit që kanë paguar? Po ato do identifikohen vetvetiu, sepse nëse ato do jenë shtetas të huaj, jo shtetas shqiptar, automatikisht do cilësohet si ndihmë marrë nga persona privat të huaj, gjë e cila është ndaluar. Kështu që ato detyrimisht duhet të kenë dhuruesit në këtë rast ose donatorët duhet të kenë se s'bën edhe shtetësinë shqiptare krahas asaj amerikane. Nëse jo, ato do të cilësohen si të huaj dhe do të kishin problem me zbatimin për ligjin. Themi qorin për të fundit që se do largohet ai diku tjetër, por kishe gjë për avokatin? Avokat, mi mbrëma, Denis Zyrnjaj. Unë kam lexuar pak edhe legjislacionin amerikan edhe legjislacionin tonë. Në fakt, po ta shikosh on block, detyrimi për çdo donator është në Amerikë. Pra, donatorët bëhen publik në Amerikë, nuk është detyrim për Shqipërinë që të bëhet deklarimi i donatorëve. Për sa kohë, lobimi ndodh atje, pra shërbimi ndodh atje, parat derdhen atje. Nuk ka asnjë marrëdhënie që lidh praktikisht Shqipërinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë veprim. E gjithë pjesa tjetër pastaj, kontekstit të politik, apo, si me thënë, një lloj morali, është një histori tjetër. Këtu jemi në
në kontekstin e moralit dhe të politikës që gjykohet subjektivisht nga të gjithë ne. Për sa i përket ligjit, praktikisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës ekziston detyrimi ligjor që çdo kontributor të japi shifrën përkatëse, po s'ka rëndësi, ajo është kontratë tjetër gjë. E kuptova. Ajo është kontrata që ti përfiton lobimin, po nuk ke përgjegjësi për pagesën. E kuptova. Atëherë, ligji kur thot ndalohet financimi mund të jetë shumë llojesh. Mund të jetë në natyrë, mund të jetë në para, por pavarësisht se si vihet emri, Partia Demokratike është përfituese e një shërbimi. Në këtë aspekt, do të duhet që të justifikoj përfitimin që po merr në raport me legislacionin shqiptar. Duhet jemi korrekt, ne duhet të dim cilësisht objektin e kontratës për të thënë nëse është Partia Demokratike përfituese apo është përfitues një subjekt tjetër, fjala vjen që mund të jetë zoti Berisha, se unë kam një opinion tjetër komplet, që kontrata është ekskluzive vetëm. Unë nga përmbajtja e kontratës, pastaj se kush është atje përfituesi fundor, do të ta zgjidhin vetë ata. Praktikisht, e gjithë ndodhia edhe ligjore, po ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht se si shkon... Po jep efekt edhe në Shqipëri. Po, ajo mund t'japi efekt edhe në Qipro, po jo detyrimisht efekti i vendeve tjera ose subjekte nuk e lidh. E kuptova shqetësimin, por mos harrojmë që përfitimi mbetet në Shqipëri, nuk ka rëndësi. Ktu me këtë logjik është i nënkuptuar. Është i nënkuptuar. Jo, s'është i nënkuptuar, është efekti drejt për drejt. S'është faktik. Po ta jap një shembull tjetër. Po nuk është faktik, po nuk ka pagu Partia Demokratike. Jemi në dhe duke thënë. O, Denis, po ne ka përgjigjem një shembull tjetër. Po falë. Ja, e kemi rast. Katër, më s'po them asgjë çuditshme se është e thjesht fare, më fal avokat. 4 milionë gjys kanë dhënë subjektet politike shqiptare ndër vite nga Shqipëria që kanë lobuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Midis tyre LSI-ja është subjekti më i madh që ka paguar direkt. Dhe një nga shifrat e 700.000 euro që ka dhënë, që është në time dhe Ilir Meta. Pra kjo është efekti direkt, pra që lidhë Shqipërinë me Shtetet Bashkuara. Efekti ka edhe një formë tjetër. Jemi në fushat elektorale. Partitë bëjnë spote publicitare etj. Qa do ndodhte nëse një subjekt i huaj do pagunte një subjekt huaj i cili do prodhonte spote publicitare të cilat do të ishin drejt për drejt financimi tërthort, drejt për drejt për një parti këtu, a do duhet deklaroheshi? Kur ka kontratë, po. Kur ka kontratë të lidhur me objekt qartë, po. Do jetë njëta kontratë, nëse përfituesi është me objekt qartë, po. Do jetë diçka tjetër. Deklarimi është tjetër çështje. Një sekond, zoti avokat. Të mos bim në sofizëm. Unë mendoj që Partia Demokratike ka gjithë njohuritë e duhura dhe njerëzit e duhur për të bërë vlerësimet e duhura. Unë si Jordan, nëse do isha personi që do merrja vendime, patjetër që do i deklaroja 1-1 për të qenë rregull me ligjin për partitë politike. Shiko si është. Pastaj, tu kemi ndodhi që kanë ndodhur pa fund dhe si kanë bërë. Tu mund mos ndodh asgjë. Deklarimi bëhet në fund të çdo viti, pra duhet bërë ligjërisht në 2025. Atë deklaron Partia Demokratike se çfarë ka përfituar ose jo. Nëse. Ky nuk është financim direkt. Tani po lexoj ligjin. Ndalohet ndihma financiare dhe materiale nga qeveri dhe nga ente publike ose private të huaja, një sekond, si edhe nga ente vendase publike ose në pjesëmarrjet të kapitalit shtetëror. Lejohen dhuratat dhe ndihmat nga parti ose individ ose fondacione. Lejohen dhuratat ose kjo është dhuratë në natyrë. Pra, ata kanë thënë ne do japim to para. S'ka kufizim. Ja dhurojmë. S'ka kufizim fare nga vjen dhe si vjen. Ka shumë, lexoj nene se ka shumë nene. Jo, nuk ka kufizim. A gjen nene kush kufizim? Nuk ka kufizim. S'ka kufizim. Nene 21. Nuk ka kufizim. Ta qartësove gjë. Kjo është dhuratë në natyrë. Jo, se ke kuptuar. Po jo pra, se ke kuptuar. Jo, po se kur vim me detyra $100 nuk qartësojmë gjë. Një sekond, të sqarojmë të flasim. $100.000 është ndihma direkte, 100 milion lekë të vjetra. Donacioni direkt. Është donacioni direkt që kufizohet. Nuk është një dhurata në natyrë që kufizohet. Pra, nuk ka asnjë kufizim. E vetmja gjë është deklarimi. Deklarimi është bërë. E para njerë për transparencë. Avokat do më presësh në faqen e farës që ka dalë në Shtetet Bashkuara. Është detyrim atje. Është detyrim atje. Një minutë, ju lutem. Dyta është që e ka pranuar Partia Demokratike dhe ka